Demiraj, mirë se keni ardhur në këtë aktivitet. Kam nderin të hap të veprimtari, sa festive, aq edhe shkencore, për prezantimin e vëllimit fest shrift në nder të Bardul Demirajt, një nga shtyllat e albanologjisë së shekullit të 20, kontributi të cilit ka shënuar tashmë një gur kilometrik në historinë e albanologjisë. Pavonesi drejtojmë, ja japim fjalën profesor Gzim Hoxhës për të hapur, për të përshëndetur në këtë aktivitet. Profesor Gzimi, ordroni, keni fjalën ju. Nderuar kolegë, të nderuar studiues dhe miq të albanologjisë. Kryqëzia e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ka kënaqësinë të përshëndes këtë veprimtari shkencore kushtuar prezantimit të vëllimit studime albanologjike në indo-europeanistik, filologji dhe gjuhësi kontakti, një fest shrift në ndërim të akademikut jashtëm të akademisë tonë, profesor Bardul Demiraj. Në traditën akademike ndërkombëtare, botimet të tilla përfaqësojnë një nga format më të larta të vlerësimit që komuniteti shkencor i bën një studiuesi. Ato nuk janë vetëm një përmbledhje studimesh nga kolegët studiues të kërkues shkencor, të njohur në albanologji, por edhe një dëshmi e ndikimit të thellë që një personalitet shkencor ka ushtruar në zhvillimin e kësaj fushë identitare të studimit. Ky botim vjen si një shenjë e merituar vlerësimi për një karrierë të gjatë dhe të shquar universitare e shkencore të shtrirë për gjatë 45 viteve. Profesor Demiraj është një nga profesuesit më të spikatur të studimeve albanologjike në hapësirën akademike europiane. Ai ka zhvilluar veprimtarinë e tij si juthar dhe filolog në Universitetin Ludwig Maximilian të Munihut, ku ka drejtuar njësinë e Shqipes në Departamentin e Gjuhësisë Përgjithshme dhe të Indo-Europeistikës, një qendër e rëndësishme e studimeve albanologjike në Evropë. Veprimtaria e tij kërkimore përfshin një gamë të gjerë fushash, etimologjinë dhe gjuhësinë krahasimtare indo-europiane, historinë e gjuhës shqipe dhe të shkrimit të saj, filologjinë e tekstit dhe dialektologjinë historike. Në këtë kuadër, ai është edhe autor i vëllimit kushtuar Shqipes në fjalorin e madh të indo-europeishtes dhe gjuhëve indo-gjermane, të botuar nga Universiteti i Munihut. Krahas kësaj, ai ka dhënë kontribute të rëndësishme në përgatitjen dhe botimin kritik të veprave të autorëve të vjetër të letërsisë shqipe dhe në studimin e dëshmive të rralla leksikore të Shqipes në kontekste aloglote dhe në dorëshkrime arkivore. Bilanci i kësaj veprimtarie është mbreslans. 17 studime monografike dhe përmbledhje artikuj shkencor në gjuhësi, mbi 220 artikuj të botuar në revistat specializuara ndërkombëtare, 10 për kujdesje editoriale dhe recenzime kritike, si dhe organizimi i disa konferencave ndërkombëtare të rëndësishme kushtuar albanologjisë në kontekstin ballkanik, europian dhe indo-europian. Për të shprehur mirënjohje dhe respekt për këtë kontribut të gjerë dhe të qëndrueshëm në këtë vëllim përkujtimor, janë bashkuar studiues me renome ndërkombëtare në fushën e indo-europeistikës, gjuhësisë krahasimtare, balkanologjisë dhe albanologjisë, studiues nga Gjermania, Austria, Zvicra, Polonia, Rumania, Italia, Greqia dhe nga Shqipëria. Kontributet e tyre përbëjnë një panoramë të pasur të zhvillimeve të sotme në këtë fusha dhe dëshmojnë respektin e gjerë që gëzon figura dhe vepra profesor Demirajt në komunitetin shkencor ndërkombëtar. Në programin e këtij aktiviteti do të kemi mundësinë të dëgjojmë edhe disa nga paraqitjet tematike që pasqyrojnë fushat kryesore të studimeve të përfshira në këtë vëllim. Studiuese Anila Omari do të ndalet në prurjet e gjuhësisë indo-europiane në këtë botim kushtues. Akademik Shaban Sinani, në mënyrë shumë të sintetizuar, do të konfigurojë shumanshmërisht figurën e profesor Demirajt në albanologji.
Evalda Paci do të trajtojë çështjet e filologjisë së teksteve të vjetra, Mimoza Kore do të paraqesë aspekte që lidhen me historinë e gjuhës shqipe dhe të trevave shqiptare, ndërsa Mimoza Priku do të ndalet në problematikën e gjuhësisë dhe të varianteve të shqipes në kontakt me gjuhë të tjera. Në këtë kuptim, ky libër kushtim, Fes Shqip, nuk është vetëm një ndalim personal për profesor Bardul Demirajn, por edhe një pasqyrë e denjë e gjendjes së zhvillimeve të sotme, studimeve albanologjike në kontekstin më të gjerë të kërkimit evropian. Për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, është një nder i veçantë që profesor Bardul Demiraj është pjesë e saj si akademik i jashtëm. Kontributi i tij përfaqëson një urë të rëndësishme lidhëse në mes albanologjisë në Shqipëri dhe asaj ndërkombëtare. Duke e përgëzuar përgatitësit e këtij vëllimi, studiuesit Anila Omari, Shaban Sinani dhe Ledio Hala, si dhe të gjithë autorët pjesëmarrës, dëshirojmë të shprehim bindjen se ky Fes Shqip do të mbetet një dëshmi e qëndrueshme e respektit të komunitetit shkencor për veprën dhe personalitetin e Bardul Demirajt. Ju falenderit. Faleminderit akademik Gëzim Hoxha për fjalën tuaj dhe tani kam kënaqësinë të ftoj profesor Sejit Mansakun, shefin ton të hershëm të Departamentit të Historisë së Gjuhës në Institutin e Gjuhësisë, të thotë disa fjalë nga përshtypjet e bashkëpunimit të tij me Bardul Demirajn. Të nderuar akademik, profesor, pjesëmarrës, dashamirës të Bardul Demiraj, i nderuari personalisht Bardul Demiraj që me punën e tij të gjerë na dha rastin të mbledhemi për të promovuar një libër që i kushtohet plotësisht atij edhe me merit të Bardul Demiraj. Me këtë rast duhet të falenderoj të gjithë ata që morën pjesë me studime e artikuj në këtë botim për të nderuar autorin, si edhe organizatorët e këtij takimi, Akademinë e Shkencave, që në këtë rast anëtarët e saj nuk janë vetëm organizator, por edhe botues të veprës, edhe pjesë e drejt për drejt e këtij vëllimi që është do të promovohet sot. Bardul Demiraj e kam pasur një nga kolegët e vjetër në Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë, kështu që kam kënaqësinë të them disa fjalë për bashkëpunimin me të tjerë. Po, një vlerësim të veçantë meritojnë edhe një falënderim ata që punuan për përgatitjen e këtij vëllimi, gjithë ata që morën pjesë në përgatitjen e këtij vëllimi, ata që u interesuan për gjithë botimin e veprës, nuk po i përmend me emra, por në veçanti Shaban Sinani, Anila Omari, të cilët u morën drejt për drejt me botimin e këtij libri. Unë kam kënaqësinë të them vetëm pak fjalë, se puna edhe vëmendëria e Bardit flet vetë, i thonë. Kam kënaqësinë të them vetëm pak fjalë thash për Bardul Demirajn si koleg i vjetër në Institutin e Gjuhësisë edhe të Letërsisë dhe si një nga kolegët e afërt që kanë ndjekë veprimtarinë e tij. Pasi ndroi jetë, do thoja profesor Çabej në Institutin e Gjuhësisë të Letërsisë, u krijuar një si boshllëk në studimet për historinë e gjuhës, edhe ka qenë një nismë dhe merite veçante e Institutit të Gjuhësisë të Letërsisë, që drejtohej atëherë nga Androkli Kasollari, dhe Akademisë Shkencave të Shqipërisë, në atë kohë drejtohej nga Alex Buda dhe Luan Omari,
që morën nismën që të krijonin një grup të veçantë, grup të specializuar për problemet e historisë së gjuhës. Një grup I caktuar I këtij u piketua në bashkëpunim me fakultetin, që kur ishin student në Fakultetin e Histori Filologjisë, student me rezultate të shkëlqyera, që përveç lëndëve se tu është zakonshme të programit të fakultetit, bën edhe lëndë të gjuhësisë ballkanike, të gjuhëve ballkanike, bardhe rumanishte, Anila Omari, Xhelal Ylli, edhe kjo Gina Arapi me rumanishten, Anila dhe Xhelal Ylli për gjuhët slave. Edhe pasi mbaruan studimet, u emëruan në Institutin e Gjuhësisë dhe Letërsisë, edhe filluan punën atje, ka qenë tash një punë e mençur që I dha një shtyrë vërtet studimeve në fushën e historisë gjuhës. Rezultatet e mëvonshme e vlerësojnë si thuaç vetë këtë qëndrim. Përgatitja e tyre u vazhdua edhe më tej, pas disa vjetësh aty, pas pak kohësh aty, u dërguan për specializim në Vjenë për gjuhësi historike dhe gjuhësi historiko-krahasuese. Ishte Akademia e Shkencave sigurisht që nxori dy bursa fillimisht. Nuk do ta lë pa përmend që atëherë u muar profesor Luan Omari me këtë punë, edhe ka rëndësi për atë personalitetin e tij që mendoi të çonte fillimisht Bardhyl Demirajin dhe Xhelal Yllin. Anila Omari priste edhe ca kohë. Pasi marruan të shkoi edhe Anila me këtë Ina Arapin. Edhe kjo që një punë shumë e mirë, sepse këta që shkuan atje morën një specializim në një nga qendrat kryesore të albanologjisë, edhe me punën e tyre e provuan që një gjë e mirë që u pashu. Bardhi sigurisht që kishte edhe një traditë familjare në këtë fushën e studimeve gjuhësore, por nuk është kjo tradita familjare që e bëri këtë që është, domethënë ajo shërbeu si një nisëm për si një shtytje, por në të vërtetë ishte pasioni I tij, korrektësia e tij, përgatitja e tij, përkushtimi I tij për studimet e fushën e historisë gjuhës, që arriti këto rezultate që na kanë mbledhur ne këtu sot për të promovuar një libër që kushtohet kësaj. Gjatë kohës që profesor Bardhi punonte në institut, sigurisht që kishte mbrojtur në fakulteti një temë për marrëdhëniet e shqipes me rumanishten. Pastaj në institut mbrojti tezën e doktoratit me sistemin numëror të shqipes të përshtruara në planin indo-europian, në krahasim pra me gjuhët e tjera indo-europiane, duke vënë në dukje edhe specifikat e shqipes për këtë kategori pak të studiuar deri në atë kohë. Pastaj, sigurisht, një veprimtari të gjerë ka kryer profesor Demiraj me tekstet e vjetra, me botimin filologjik e tyre, me shpjegimin e tyre, me mbështetjen në një kontekst historik sa më të zgjeruar, ka sjellë, është mbështetur edhe në dokumenta që ka kërkuar vetë për arkiva e kështu, prandaj edhe ka risi të gjëra në botimet që u ka bë
teksteve të vjetra. Nuk duhet të zgjatem këtu se ka bërë një shkrim shumë të plot Anila Omari, që është botuar atje, që ka botuar me hollësi të gjitha tekstet dhe i ka vlerësuar. Një vlerësim të thukët për punën e Bardhyl Demirat ka bërë dhe Shabon Sinani në fillim thuaj të këtij vëllimi. Është kënaqësi që ndoshta është nga herët e para që merr pjesë vetë drejt për drejt akademia e vetë kryetari i Akademisë Gjinushi, që sot nuk që ka këtu, po edhe vetë Shaboni që kanë votuar për veprimtarinë e Bardhyl Demirat. Ajo që duhet theksuar në veprimtarinë gjuhësore të Bardhyl Demirit është përfshirja e një game të gjerë problemesh të historisë, të shkrimit të gjuhës shqipe, të studimit shqipes në shtrirjen e saj gjithkohore dhe në gjithë trojet e shqipes. Kjo jep një vlerë të veçantë edhe punës së tij. Dallohet gjithmonë për akribin, për saktësinë, për korrektësinë në punimet që ka kryer dhe për frymshmërinë e vetë studimeve. Do thoja që, siç pohon edhe akademik Shabon Sinani, në shkrimin që është përfshirë në këtë vëllim, në personalitetin e Bardhyl Demirit bashkohen vlerat më të rëndësishme të albanologjisë së vendeve europiane, shqiptare dhe europiane, kryesisht të gjuhës austriake e gjermane, të pasuruar sigurisht me arritje të reja. Unë do të thoja që do të shtoja këtu që një karakteristik, një cilësi e punës studimore të Bardhyl Demirit është metodologjia që ka përdorur një gjithë punën e tij. E para herë, siç thash, i kushtohet tërësisht gjuhës shqipe, dhe dyta ka pasur parasysh një parim metodologjik që ne fillimisht e kemi mësuar nga i madhi Çabej, i cili thot diku që në punimet tona ne kemi si parim të kërkojmë të vërtetën dhe të mos trembemi asnjëherë ta themi atë. Njëkohësisht do të jemi objektiv, po jo indiferent. Çështjet jetike që kanë të bëjnë me kombin dhe kombësinë tonë, me kulturën e tij të lashtë edhe origjinale, të themi të vërtetën, por do të mbrojmë do ta mbrojmë atë nga çdo shtrëmbrim që mund të vijë nga kushdo qoftë. Kjo është një ndër misionet kryesore të një dietari të vërtetë. Edhe kjo bie në sy tash edhe në veprën e Bardhyl Demirit, sepse e para herë që është marrë me ato probleme që kanë rëndësi për vetë historinë e gjuhës shqipe, për vetë kulturën shqiptare. Dhe mënyra se si ka trajtuar ato, metodologjia e kërkimit është kjo që unë sapo përmenda këtu, që ka parasysh të vërtetën shkencore, por edhe rëndësinë kombëtare që kanë këto probleme. Nuk duhet të zgjatem, thash se vetë vepra flet, po një kontribut të shquar ka dhënë Bardhyl Demirit gjatë periudhës që ishte në Gjermani, në katedran e Shqipës atje, jo vetëm si drejtues edhe si lektor i Shqipës atje, që dhënë seksione, por me lidhje të shumta që ka krijuar me albanolog të vendeve të ndryshme, të cilët u bën dhe ata, se thua është një ekip që lidh bashkë me Bardhin
atë, si thua, albanologjinë e shekujt të kaluar austro-gjermane me arritjet e reja në fushën e gjuhësisë. Nuk në pa përmend, për shembull veprën e profesor Demirajt, lidhur me etimologjinë e gjuhës shqipe, botuar në gjermanisht, por që është bërë me një metodologji të re për të dhënë dukje, sidomos leksikun me burim vendas në gjuhën shqipe, të krahasuara me gjuhët të tjera indo-europiane. Më vjen keq që nuk është përkthyer në shqip, tash ndoshta që Bardhi mund të jetë pak më i lirë, mund ta pasuroj edhe ta botoj edhe në gjuhën shqipe. Thash që nuk do zgjatem shumë se kanë shkruar të tjerët, por duke përfunduar do thoja që për urimi sot i këtij vëllimi në nderim të profesor Bardyl Demirat, plotësisht i merituar, nuk shënon fundin e karrierës së tij. Presim që Bardhit na mbledhi prap për promovim e botimjes, për promovim e librash, jo vetëm kaq, por edhe Instituti i Gjuhësisë e Letërsisë, Akademia e Shkencave, duhet të angazhojnë në projekte të rëndësishme të gjuhës shqipe dhe të historisë së saj. Besoj që edhe Bardhi do t'i përgjigjej me ashtu kësaj thirrjeje, dhe me këtë do të thoja që duhet i hiqet ai përcaktori akademik i jashtëm, sepse për një njeri që ka punuar tërë kohën për gjuhën shqipe, që vjen nga një traditë familjare të shquar, dhe jo vetëm të shquar për shkencë, por edhe të kulluar, shqiptar të kulluar, të mbaj titullin akademik i jashtëm. Besoj që nëse nuk ka problemet karakterit, si thua, statutora, nuk e di, Akademia mund të rishikoj dhe ta kemi Bardhin gjithmonë pranë në studimet tjera në këtë fushë, duke i uruar dhe jetë të gjatë e gjitha të mira. Faleminderit. Kënaqësinë tani që të ftoj njën nga bashkëhartuesit e librit Festschrift, kushtuar personalitetit të Bardyl Demirajt, Anila Omari, që do të paraqes Kombëtesën Gjuhësia Indo-Evropiane në vëllimin kremtues për nder të profesor Bardyl Demirajt. Faleminderit. Ky vëllim kremtues për nder të kolegut ton shumë vjeçar të Fakultetit të Filologjisë dhe më pas të Institutit të Gjuhësisë, profesorit akademikut të jashtëm të Akademisë së Shkencave Bardyl Demirajt, u organizua me nismën dhe vullnetin e kolegëve të tij të afërt, që në mënyra të ndryshme kanë bashkëpunuar ngushtë me të dhe kanë çmuar kontributin e tij të jashtëzakonshëm në albanologji dhe prej më se 20 vjetësh edhe në mësimdhënien dhe drejtimin e degës së albanologjisë në Universitetin Ludwig Maximilian të Munihut. Thirrjes për kontribut ju përgjigjen me gatishmëri dhe kënaqësi një numër i madh studiuesish nga fusha të ndryshme të albanologjisë dhe indo-europianistikës, kolegë të nderuar profesor Demirajt, po dhe ish student të tij, brenda dhe jashtë vendit, dhe për një kohë relativisht të shkurtër u përgatit dhe një vëllim cilësor i denjë për të nderuar të festuarin ton. Me gjithë disa peripeci burokratike që nuk vareshin nga vullneti akademis, si ent botues i vëllimit, libri doli nga shtypi dhe u publikua edhe në rrjet, ku pati jehon pozitive dhe vazhdon të ketë klikime dhe lexime. Sot po e prezantojmë edhe para një publiku të zgjedhur dhe specialistëve të fushës. Shumë kujt mund t'i ketë rënë në sy një fjali kushtim në faqen e parë të librit, në shërbim të dijes son të shenjtë. Është një fjali që haset në shkrimet hyrëse të Bardyl Demirajt në botimet e tij kritike të veprave të shkrimtarëve tanë të vjetër, të cilët i kushtuan jetën e tyre për hapjes dhe forcimit të dijes dhe të fesë të parëve. Fjalia paraqet një metaforë të këtij përkushtimi të autorit ton ndaj dijes albanologjike, e cila për të është po aq e shenjtë dhe e çmuar.
Vëllimi hapet me fjalën hyrëse të kryetarit të Akademisë së Shkencave, akademik Skënder Gjinushit, ndjekur nga shkrimi laudativ i akademik Shaban Sinanit për karrierën shkencore në albanologji të Bardhyl Demirajt. Vijoi 25 artikuj shkencor të ndarë sipas rubrikave nga fushat kryesore të albanologjisë që ka lëvruar autori ynë dhe mbyllet me përshtypjet nga bashkëpunimi i zonjës Eple, sekretares Institutit të Indo-Gjermanistikës dhe Albanologjisë pranë Universitetit Ludwig Maximilian me bashkëpunimit me profesor Demirajn pra. Me koleget pjesëmarrëse në këtë prezantim kemi bërë një ndarje sipas rubrikave tematike të vëllimit dhe mua më ka takuar një detyrë mjaft e vështirë, paraqitja e kapitullit të gjuhësisë indo-europiane me kontribute nga studiues të shquar indo-europianist dhe albanolog, në një kohë kur gjuhësia krahasuese historike dhe indo-europiane ka ecur përpara me hapa gjigante. Ky kapitull hapet me artikullin e profesor Olav Hackstein, profesor titullar i katedrës së gjuhësisë historike dhe indo-gjermane në Universitetin Ludwig Maximilian të Munihut dhe drejtues projektesh në gjuhësi të krahasuar të gjuhëve indo-europiane, një nga të cilët është projekti i fjalorit digjital filologjik etimologjik të Shqipes vjetër, shekujt 15 deri 18, i këtij universiteti, i ideuar dhe i bashkëdrejtuar nga profesor Bardhyl Demiraj, i cili është dhe kontribuesi kryesor në këtë projekt madhor. Artikulli profesor Hacksteinit i kushtohet një dukurie që shfaq tipare të ngjashme në dy gjuhë indo-europiane, analiza diakronike së cilës përfshin qasje fonologjike, morfologjike dhe semantike. Ai trajton karakterin rrokjesor apo jo rrokjesor të onsetit të preverbave në gjermanisht dhe në shqip. Siç shihet që në titull ka një varg konceptesh me terminologjinë përkatëse që na duhet ta shpjegojmë. Preverbat janë parashtesa foliore që sidomos në gjermanisht janë shumë të përdorura dhe kur i paravendosen një rrënje foliore i japin asaj një kuptim të ndryshëm nga ai foljes bazë. Në zhvillimin e tyre diakronik, këta preverba paraqesin shkallë të ndryshme integrimi ose trupëzimi me foljen ndjekëse. Ata mund të ruajnë statusin e tyre si rrokjet pavarura ose të shkrihen me onsetin apo tingujt nistor të foljes ndjekëse. Ka raste që njëjti prefiks shfaq zhvillime divergjente, si në rastet të ndarjes leksikore, pra kur krijohen fjalë të ndryshme edhe nga e njëjta rrënjë foliore. Ai mund të jetë rrokje ose jo rrokje. Për shembull në gjermanisht, preverbi ge është rrokje në foljen geleiten, shoqëroj përcjell, përkundrejt gës, jo rrokje në foljen tjetër glajten, rrëshqas. Divergjenca vjen re dhe mes preverbave dhe përbërjes semantike të tyre. Për shembull, një parashtesë mund të rezistojë si rrokje edhe nëse përbërja e saj semantike zbehet ose humbet. Autori i studimit përqendrohet te gjuha shqipe, duke vënë re se dukuria që konstatohet në rastin e preverbave gjerman, do me thënë që statusi rrokje ose jo rrokje i preverbave mund mos jetë në një gjatësi vale me shfaqjen e alomorfizë dhe zbehjen e tyre semantike, ndeshet edhe në shqipe. Për këtë dukuri ai merr si shembull preverbin shqip sh me kuptimin jashtë prej, nga protoshqipja s përpara një bashkëtingëllorjeje. Gjatë zhvillimit të tij gjuhësor, për shkak të përngjitjes me bazën foliore, preverbi sh në shqip është sh1 sepse ka dhe dy preverba të tjerë që kanë kuptim tjetër, po është fjala për këto me kuptimin jashtë. Paraqiti një zhvillim të ndarë. Ai ose u bashkua me segmentin vijues që i përkiste rrënjës foliore, duke dhënë një fërkimore të vetme, ose mbeti si një sh fërkimore e pavarur segmentalisht në të njëjtin mjedis. Autori dallon disa faktorë që kontribuan në rezistencën sporadike të preverbit sh të shqipes, ndaj bashkimit me bazën e tij foliore, duke veçuar faktor fonologjik, morfologjik dhe analogjik të kushtëzimit, të cilëve u kushton secilit prej tyre argumentimet përkatëse. Shembujt e shumë nga shqipja me cilët operon ai në studimin e tij janë marrë nga rezultatet etimologjike të arritura në fjalorin e Shqipes vjetër që e përmenda më lart me inicialet DPEVA të Universitetit të Munihut dhe veçanërisht nga puna e profesor Bardhyl Demirajt në fushë etimologjisë, të cilën ai e vlerëson si një hop cilësor në studimet etimologjike të Shqipes. Po citoj fjalët e tij: etimologjia e Shqipes ka bërë përparim të madh gjatë 3 dekadave të fundit. Pikat kryesore përfshin albanishe etimologjinë të profesor Demirajt të vitit 1997 dhe monografinë e Schumacherit dhe Matzingerit të vitit 2013, foljet e Shqipes vjetër. Projekti DPEVA synon të përballojë sfidat e epokës së re të leksikografisë digjitale dhe të shfaqë përparimet e etimologjisë indo-europiane. Ky fjalor ka kështu privilegjin të shërbejë si një piknisje e re për etimologjinë dhe fonologjinë historike të Shqipes.
Stefan Schumacher, profesor i gjuhësisë indoeuropiane dhe i gramatikës historike të disa gjuhëve indoeuropiane në Universitetin e Vjenës, njëkohësisht dhe albanolog i shquar me kontribute të rëndësishme në rindërtimet indoeuropiane të Shqipes, në historinë e gjuhës shqipe, në etimologjinë dhe gramatikën e Shqipes së vjetër, kontribuon në vëllim me një artikull të gjerë për rrënjën proto-indoeuropiane kahap në Shqipe, që ka kuptimin kap, mbërthej. Autori që në fillim vlerëson punën e madhe të mundimshme skrupuloze të Bardyl Demirajt për botimin e teksteve të vjetra shqipe, sidomos të akteve të Kuvendit të Ardhnit, që është një korpus tekstor pak i shfrytzuar, pa të cilin nuk do t'ishte mundur të shkruhej artikulli. Në këtë punim ai analizon leksemat emërore dhe foliore të Shqipes që rrjedhin drejt për drejt nga kjo rrënjë proto-indoeuropiane. Ai diskuton probleme dhe vështirësitë që lidhen me rindërtimin e saktë të rrënjës proto-indoeuropiane dhe të derivateve të saj në Shqipe. Emri kopsht është një derivat emëror i kësaj rrënje në Shqipe, në cilin ai ndalet në një analizë të thelluar. Në format paralele, gegrisht e vjetër kopësht, greqisht e vjetër kipos, dorisht kapos, kemi të bëjmë me një barazim të pjesshëm të Shqipes me greqishten, që është i njohur prej kohësh në gjuhësinë indoeuropiane, por që nuk është pa vështirësi të mënyrës së ndërtimit si në pjesën greqishte, ashtu dhe në atë shqipe. Zgjidhjet alternative që jepen për të shpjeguar këto vështirësi, flasin për një njohje të thelluar të lëndës dhe problematikës së gjuhëve në shqyrtim. Me të njëjtën akribi analizohen edhe derivatët folior të rrënjës kahap në Shqipe, siç janë foljet kap dhe qep, për të cilat jepet një kuadër i plotë i trajtave morfologjike dhe i spektrit semantik, sipas fjalorëve të Shqipes, teksteve të vjetra dhe dialekteve arkaike, të cilat ndihmojnë për të rindërtuar rrugën e formimit të këtyre foljeve dhe për të përcaktuar formën morfologjike të rrënjës nga të cila ato rrjedhin. Folja kap në Shqipen e vjetër dëshmohet për herë të parë te Kuvendi i Ardhnit, botuar nga Bardyl Demiraj bashkë me konkordancat kompjuterike. Sergio Neri, kërkues shkencor në Universitetin e Bazelit, studiues i gramatikës historike dhe etimologjisë së gjuhëve të lashta indoeuropiane, një nga antarët e projektit DPEVA që ka punuar mbi leksikun e trashëguar të Shqipes së vjetër dhe tani vazhdon punën në një tjetër projekt për Shqipen në antikitet, i ka kushtuar një studim shtërues prej 20 faqesh prej ardhjes së fjalës shqipe eve. Punimi zbaton qasjen metodologjike të gjuhësisë bashkohore historike krahasuese që kërkon të rindërtojë jo thjesht etimonin e fjalës, por edhe secilën nga fazat e zhvillimit të saj të shkallshëm nga më e vjetra deri në gjendjen e sotme. Një model të ngjashëm e gjejmë për shembull në studimin e Bardyl Demiraj të vitit 2008 për fjalën shqipe rrush. Në qendër të rindërtimit diakronik të leksemës EV është një ligj i quajtur ligji i Majerit për rënien e okluziveve ndërzanore në fjalët e trashëguara dhe ato me origjinë latine, të cilin e ka trajtuar i festuari ynë në një studim të posaçëm me shembuj të shumtë nga shqipja në vitin 2001. Duke u ndalur në analizën etimologjike të fjalës, Sergio Neri paraqet opinionet e studiuesve të mëparshëm Jokël dhe Çabej lidhur me prejardhjen e fjalës EV, gegrisht e vjetër EVJ, e cila vijon të debatohet nëse është një fjalëvendje e trashëguar nga periudha indoeuropiane apo rrjedh nga një latinishte vulgare vidua. Në rindërtimin historik të fjalës luan rol dhe pozicioni i theksit i rrënjës bazë, i diskutueshëm mes një paraforme indoeuropiane me theks parafundor apo me theks nistor. Pra, Jokli ka njërën pikpamje, Çabej pikpamjen tjetër. Autori merr në shqyrtim në mënyrë të detajuar të gjitha problematikat dhe vështirësitë që paraqet rindërtimi i secilës prej hipotezave të shtruara nga studiuesit, duke paraqitur rrugën e zhvillimit për secilin rast. Në përfundim, ai rindërton një paraformë me theks fundor bashkë me shkallët e zhvillimit të saj në fazat e ndryshme të Shqipes, që do t'jepte një përfundim të rregullt në Shqipe me kush që ligji i Majerit të vlejë dhe për fjalët e trashëguara. Një qasje të ngjashme gjithëpërfshirëse paraqet dhe artikulli i Giulio Imberciadorit, kërkues shkencor në gjuhësi historike pranë Universitetit LMU dhe pjesëmarrës në projektin DPEVA. Mbi fjalën shqipe nder, për sa i përket etimologjisë së kësaj fjale, mendimet e studiuesve janë ndarë mes një huazimi latin nga latinishtja honorem, përfaqësues Majer, Jokël, Taljavini e tjerë, dhe një fjalë e vendit të trashëguar, ku përfaqësues janë Çabej, që nga Bopi, Klingenschmidt, Matzinger e të tjerë. Argumentet e dhëna gjithsesi lën pa shpjeguar shkaqet e disa dukurive fonetike që shfaqen në faza të ndryshme të evolucionit fjalës. Autori propozon një etimologji të re të fjalës, duke u nisur nga arsyetimi i argumentuar dhe bindës i Çabejt për një kuptim fillestar të fjalës nder si fytyrë, pamje, që më pas pëson një zhvillim semantik të bartur me kuptimin honor, pra nder.
Sipas kësaj linje arsyetimi, ai e lidh shqipen e vjetër nder me rrënjën emërore proto-indoeuropiane HENT, e cila me disa procese derivacioni, leksikalizimi e risemantizimi dha në shqipe rregullisht nder me kuptimin fytyr, sipas një procesi të caktuar fonetik e semantik. Unë i kam kaluar, tani nuk po i lexoj hollësit, por ky zhvillim semantik nga fytyr në nder, sipas autorit, duhet të ketë ndodhur vetëm pasi latinishtja facies u huazua në shqipe si faqe me kuptimin kryesor faqe fytyr, ndërsa leksema e vjetër nder u specializua në kuptimin metaforik honor. Edhe ky punim është konceptuar si një dhuratë modeste që autori i bën të nderuarit të këtij vëllimi për meritat e veçanta në zhvillimin dhe përparimin e filologjisë dhe etimologjisë shqipe. Këto merita bën që të fitoheshin përkrahës të rinj të albanologjisë nga rrethet elitare të gjuhësisë indo-europiane, gjermanofone e më gjerë, siç janë disa nga kontribuesit në këtë vëllim festiv, të cilët sot po vazhdojnë me sukses punën e tyre kërkimore në fushë të historisë gjuhës shqipe, gramatikës historike dhe etimologjisë së saj. Një nga këta studiues të rinj të suksesshëm me formim indo-europian, që është afruar albanologjisë edhe fal aktiviteteve shkencore ndërkombëtare të organizuara nga Bardhyl Demiraj, është Marek Majer nga Universiteti i Lodzit në Poloni, i cili në këtë vëllim merr pjesë me një studim të plot shtërues mbi një fjalë shqipe me prejardhje të diskutuar slave, foljen prondit me kuptimin prodhoj, duke dhënë një alternativë të re të modelit të gjuhës dhënëse. Plator Gashi është një tjetër studiues i ri që i ka hyrë me pasion rrugës albanologjisë. Ish student i masterit mbaruar me rezultate të shkëlqyer në udhëheqjen shkencore të profesor Demirajt dhe më pas lektor i degës së Shqipes në Universitetin e Mynihut, bashkëpunëtor dhe në fjalorin DPEVA. Ai kontribuon në vëllim e një studimi huazimet orientale dhe disa çështje të tjera leksikologjike te Kodiku Beratas, shekulli 18, që një botim kritik i cilit është bërë nga profesor Bardhyl Demiraj jo shumë vite më parë, ku merr në shqyrtim 27 urqizma që dalin për herë të parë në letërsinë shqipe në këtë kodik, si dhe 2 leksema të diskutueshme si turqizma. Vëllimi përmban edhe 2 artikuj që kanë tema specifike që nuk përfshiheshin në ndonjë nga rubrikat e konceptuara nga editorët, prandaj janë paraqitur në rubrikat e veçanta, siç është artikulli profesor Christian Voss nga Universiteti i Berlinit, i cili përpiqet të trajtojë nga ana historike zhvillimin kulturor të shqiptarëve të Kosovës në Jugosllavinë e Titos, duke ndriçuar edhe frymëzimin postkolonializues të Jugosllavisë në këtë zhvillim. Ndërsa Ardian Vebiu, intelektual i shquar dhe akademik i jashtëm i Akademisë Shkencave, paraqet një aspekt jo më pak të rëndësishëm të veprimtarisë shkencore të Bardhyl Demirajt, atë të komunikimit dhe edhe me publikun jo specialist, siç është publiku gjithsesi intelektual dhe elitar i revistës kulturore shkencore online Peizazhe të fjalës, në të cilën autori ynë ka kontribuar me një numër të rëndësishëm esesh dhe artikuj shkencor popularizues për t'ia sjellë më pranë lexuesit kërkimet e tij shkencore në fushë të albanologjisë, duke afirmuar njëkohësisht dijen shkencore përballë amatorizmit. Po e mbyll këtu prezantimin tim dhe me qenë se së shpejti i festuar i këtij vëllimi feston edhe ditën e lindjes, i uroj shëndetje të gjatë dhe punë të vyera në pasionin e tij të hershëm dhe të gjithkohshëm, studimin e gjuhës dhe kulturës shqipe. Ju falenderit. Faleminderit Anila. Tani kam kënaqësinë të ftoj profesor akademik Shaban Sinanin, i cili do flasi mendimin e tij, do japi mendimin e tij për emrin e Bardhyl Demirajt në albanologji. Faleminderit Anila. Dëshiroj të theksoj se përgatitja e këtij libri dhe dalja nga shtypja është një ngjarje festive për ne. Për arsye se vetëm puna e redaksisë ka zgjatur afërsisht 2 vjet. Ka qenë një punë relativisht e ndërlikuar, të cilën ballazi e ka pasur në përgjegjësi Anila Omari, më pak unë dhe pastaj edhe një lektor i gjuhës shqipe në Universitetin e Regensburgut, Led Johala, i cili ka mbajtur edhe komunikimin midis njerëzve që duhet ftoheshin për të marrë pjesë në këtë libër. Ka qenë një punë relativisht e vështirë edhe për faktin se nuk është ndonjë traditë në Shqipëri botimi i librit të tipit kushtim.
apo kremtues, siç thot Anila. Për herë të parë pati provuar Mithat Frashi në vitin 1925 për të bashkuar disa cikle kujtimesh dhe ndonjë studim në derim të përvjetoi të largimit nga jeta të Naim Frashit, por nuk është se pati ndonjë gjurmë, nuk la ndonjë gjurmë shumë të rëndësishme. Më vjen mirë të them që traditën e librave kushtim është Akademia e Shkencave që dal nga dal, por me siguri, duke gjetur personat me kontribute të vetë shquara dhe duke i ndërlidhur ata në qendër të problematikës së sotme të shkencës, ka arritur që pak a shumë ta formojë një tipologji të këtij lloji që është, besoj, si kam numëruar tamam, po besoj Bardhyl Demiraj është i pesti gjatë afërsisht 15 vjetëve që i kushtohet një libër në tërësi, kontributeve që ai ka në gjuhësi, kontributeve si profesor i universitetit, kontributeve si organizator veprimtarish shkencore në dobit e hetimit të origjinës dhe të zhvillimit historik të Shqipes, si botues tekstesh të autorëve të vjetër me rreptësi filologjike kritike dhe në shumë drejtime të tjera. Dëshoj të veçoj që ka qenë shumë i rëndësishëm për ne konfirmimi i projektit për këtë festshrift nga Kryesia e Akademisë së Shkencave, e cila e mirëpriti këtë, sigurisht pasi kërkoi edhe një farë paradigme se cila do të ishte fytyra e këtij libri, që ne ishim të gatshëm për t'ia paraqitur, madje edhe për të specifikuar dhe fushat ku do të përqendrohej problematika e tyre. Dhe këtë mbështetje kryetari i Akademisë së Shkencave, akademik Gjinuçi, e ka shprehur me një fjalë hyrje në këtë botim, me një fjalor të zgjedhur dhe pa i kursyer cilësimet e bukura, gjë që nuk është shumë e zakonshme tek profesori ynë. E quhet të suksesshme që në këtë libër janë bashkuar afërsisht 30 autor, studiues, dhe më shumë se 150 kanë shprehur nderimin për autorin jubilar, bëhet fjala për individ dhe institucione, që njëkohësisht dëshmojnë se kufit e gjerë ku ka vajtur emri i nderuar i Bardhyl Demirajt si koleg, si studiues, si rival në kërkime, e shprehur në këtë gatishmëri për të nderuar përvjetorin e autorit. Jam shprehur, por jo në mënyrë kaq të drejtë për drejtë, që Bardhyl Demiraj, një prej gjërave më të rëndësishme në vështrimin ton si përfitues të diturive të atyre që nuk janë pjesë e akademisë në mënyrë të drejtë për drejtë. Bardhyl Demiraj është antar i jashtëm i akademisë, që është më shumë një titull për të nderuar dhe për të njohur merita. Për ne, për të paktën pra që kohë sa kam bashkëpunuar unë, dhe nuk janë pak, po 30 vjet, ka qenë dhe mbetet një urë e suksesshme midis shkollash të ndryshme të gjuhësisë komparativiste, të filologjisë, të historisë së gjuhës, dhe do të doja ta theksoja edhe të zhvillimeve më të reja në gjuhësi, të njohura si gjuhësia gjenetogjuhësia apo gjuhësia e ADN-s. Kemi pasur një ndërkomunikim funksional dhe mjaft të frutshëm, dhe po të bëjmë një krahasim midis përmbajtjes së librit kushtuar Bardhyl Demirajt dhe përmbajtjes së kumtimeve në konferencën për vendin e Shqipes në gjuhësinë indo-evropiane, pak a shumë janë të njëjtët aktorë,
sepse i njëjti aktiv njerëzish me të cilët punon Bardhyl Demiraj është ftuar në të dy rastet, e këtu e gjejmë vend me qenë se Akademia e Shkencave e Shqipërisë vazhdimisht gjendet në nënqortime të pamerituara. Është gjë e rregullt që për çdo problem që del në shoqëri thuhet po Akademia ç'bën. Qortimet e vijueshme i vinë akademisë që nuk është në vijë me zhvillimet më të përparuara të gjuhësisë dhe specifikisht me gjuhësinë gjenetike apo gjuhësinë e ADN-s. Duke fabrikuar edhe një konflikt midis shkollave të mëhershme, komparativizmi ka vdekur, e ardhmja janë genetivistët e tjerë, por po i lëm këto më një anë sepse janë të parashkencës. Qoftë në këtë libër, qoftë në aktet e konferencës ku Bardhyl Demiraj ka qenë një protagonist për ta organizuar veprimtarinë, rezulton se nuk ka asnjë kontradikt, asnjë përjashtim parimor, konceptual midis gjuhësisë krahasuese dhe gjuhësisë që zhvillohet mbi baza të analizës së ADN-s. Vetëm se njëra ndjek krahasimin midis fazës shfaqjes si gjuhë me burimin, kurse tjetra kushtimisht ndjek shkallën e kryehershme të shfaqjes së dallimit të parë, kur u shfaq dallimi i parë. Edhe ne që gjendemi shpeshherë pa mbrojtur ose nuk kemi ndonjë dëshirë të madhe për të hyrë në polemik për të mbushur mendjen që këto dije të reja janë të aplikueshme dhe as ka nevojë që të egërsohemi me metoda të tjera të mëparshme. Debatin na i lehtësojnë shumë të dy ngjarjet, që unë nuk dua t'i ndaj. Ngjarjet domethënë konferenca për vendin e Shqipës në gjuhësinë indo-evropiane, gjuhët indo-evropiane dhe feshshkriti i kujtuar Bardhyl Demiraj. Duke vazhduar atë koncept që kisha për rolin e Bardhyl Demirajt si një urë dashamirëse ndaj zhvillimeve të reja në gjuhësi, do ta theksoja këtë edhe për hapjen pa kompleks ndaj shkollave fqinje të gjuhësisë, gjë që e vërejmë edhe në këtë botim, ndaj romanistikës, ndaj slavistikës, helenistikës, orientalistikës, gjermanistikës dhe dije të tjera të cilat janë herë bashkëkohëtare, herë rivale me albanologjinë, por pa to nuk bëjmë dhe është një rezultat pozitiv për të çmuar. Unë përmenda në fillim se përbërësja kryesore e veprimtarisë së Bardhyl Demirajt është ajo e profesorit të universitetit, por jam duke besuar prej shumë faktesh se merita më e madhe e Bardhyl Demirajt, duke vijuar përvojat që kishin krijuar ndërkaq Camaj, Ismaili e tjerë, arriti ta shndërroj njësinë modeste të albanologjisë nga një veprimtari lektori për mësimdhënie në qendër të kërkimeve albanologjike dhe praktikisht aq sa e kam njohur dhe në mënyrë të drejtë për drejtë njësinë albanistikës në Universitetin Ludwig Maximilian më shumë e njohin për konferencat ndërkombëtare dhe ballafaqimet shkencore të gjitha shkollave që e kanë pasur të nevojshme dhe kanë pasur diçka për të thënë në lidhje me albanologjinë në raport me të tjerat. Në këtë kuptim, Bardhyl Demiraj e ka zgjeruar vendin e Shqipës në studimet e të tjerëve dhe kjo është ajo që bëjnë akademikët. Nuk po i përsëris faktet që u thanë nga profesor Seiti këtu për numrin e monografive të botuara, për qindra artikujt botuar në revista shkencore, pastaj për
dhjetra ligjërata akademike të mbajtura në disa vende të botës, por do të doja të tekstoja se librat dhe artikujt e Bardyl Demirajt janë të recensionuar prej kolegëve, janë të kuotuar prej kolegëve, nuk kanë mbetur në vetmi, asnjëherë ka disa prej këtyre librave që janë recensionuar në kohë të ndryshme, edhe 2 e 3 herë, dhe u janë rekomanduar kërkuesve shkencor. Kaq kisha menduar të thoja për këtë takim. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit profesor Shaban. Dhe para se t'i jap fjalën koleges profesore Shevalda Paci, të desha të falenderoj, të përshëndes kolegët autor që janë të pranishëm online dhe na ndjekin përmes Zoomit. I falenderoj që kanë ardhur, kanë gjetur kohë dhe mundësi të vinë të ndjekin qoftë edhe virtualisht. Dhe tani i jap fjalën koleges Valda Paci për të folur për pjesën kapitullin e filologjisë të teksteve të vjetra në vëllimin kushtuar profesor Demiraj. Faleminderit profesor Shomari, profesor Shaban, nderuar profesorin. Një kapitull i rëndësishëm në përbërjet të vëllimit ad honorem kushtuar profesor Bardyl Demirajt mbetet ai i filologjisë, me një sër trajtesash të natyrës analitike, shtjelluese dhe njëherë të lidhura me çështje aktuale të njohjes së traditës së gjurmimeve filologjike dhe tekstore, si një orientim i mirëfillt në studimet albanologjike. Kapitulli hapet me një trajtesë të gjerë mjaft të shtrirë të profesore Anila Omarit, njëherë kujdesuese dhe lektore shkencore përgatitjes së vëllimit studimor që sot po përhurohet. Puna me tekstet e vjetra shqipe mbetet një linjë themelore në gjurmimet shumëvjeçare të studiuesit Bardyl Demiraj, madje një orientim tashmë karakterizues sa herë flitet për shkollat e filologjisë adaptuara në parafrimin e studiuesit me letërsinë e vjetër shqipe dhe veprat përfaqësuese të saj. Sjellja në një format të përshtatshëm për të konsultuar, lexuar dhe brendësuar, por dhe respektimi i kritereve të shëndosha shkencore, kritike, filologjike, ka në qendër të vëmendjes së tij, duke bërë të mundur të dallohen nga një fizionomie të veçantë veprat e Kazazit, Frank Bardit, aktet e Kuvendit të Arbnit, bashkë me krahasimet e mundshme mes variantesh që bëjnë të mundur të dallohen dhe veçori nga një botim në tjetrin. Sjellja në një botim të mirëfillt kritik veprës së Gjon Nikol Kazazit në vitin 2006 në Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës përbën një ngjarje që shënon dhe iniciimin e një serie realizimesh të kësaj natyre, që do të vijohen në kohë me përpilime që janë mbështetur nga botimet franceskane Shkodër, të pajisura me parathënie shteruse, me shtojca në të cilat shpjegohen hollësisht aspektet e interpretimit fonologjik grafometrik të elementeve të teksteve, me konkordanca që shoqërojnë riprodhimin diplomatik, transliterimin dhe transkribimin përkatës të tyre. Në trajtesën e profesor Anila Omarit, një punë e tillë jo vetëm që shtjellohet në një hierarki kronologjike, me shpjegime të metodës dhe të pasurimit të studimeve filologjike në kuadër të panoramës së arritjeve më të rëndësishme në fushë të albanologjisë, por dhe trajtohen në një vështrim që rrok studimin e veprave të mëhershme të realizuar në areale si trevat arbreshe, të dhënat për të cilave Bardyl Demiraj ka studiuar me hollësi, por dhe duke i lidhur me historinë e shkrimit shqip dhe dëshmimin më të hershëm të tij. Pjesë e rëndësishme e kësaj trajtese mbetet dhe kreu me titull Studime filologjike të arealit jugor me alfabetin grek, në të cilin evidentohen kontributet e viteve të fundit të profesor Demirajt në lidhje me tekstet që janë sjellë të parafruara mbi kriteret e mirëfirrta filologjike, duke u shoqëruar dhe me botimin anastatik të materialit, në rastin e kodikut të Beratit, dhe me riprodhimin diplomatik të teksteve të përmbajtura me vërejtje kritike të domosdoshme, si dhe me një punë përgatitore që paraqitet një domosdoshmëri për studiuesit dhe të interesuarit për këtë pasuri tekstore që përfaqëson një traditë të shkrimit. Vlen për të përmendur këtu dhe fjalori katërgjuhësh i Danil Voskofojarit i vitit 1802, i sjell gjithashtu në përmastat një botimi ekdotik para 3 vitesh, i cilësuar si teksti i dytë solid i arealit jugor që ndjek në kohë kodikun e Beratit. Puna me tekstet e kësaj vepre, të trajtuar dhe në pikpamjet e të dhënave autoriale nga ana profesor Demirajt, e gradualizuar në hapat metodik të punës përgatitore kritike, është komplekse dhe me një prirje të qartë për të shpjeguar sa më shumë të jetë e mundur nga brendia, e pasuruar me shpjegime, interpretime, por dhe me faksimile të vendosura në përmbyllje të vëllimit.
Puna dhe kujdesimi filologjik i Bardyl Demirajt në lidhje me tekstet e arealit të jugor të shekullit të 18 përmbyllet me botimin kritik të fjalës si shqip të veprës së Teodor Kavaljotit të vitit 1770, duke reflektuar kritere dhe parime të mirëfillta anekdotike të parafrimit me tekstit me aspektet grafematike dhe i kritike të interpretimit të tij. Në artikullin studimor me titull Lutja ynë te Buzuka e Matranga, një vështrim krahasues e studiueses Ina Arapi, trajtohet një çështje me perspektivë përçasëse, që merr në analizë trajta dhe përdorimin në një lutje themelore në liturgjinë krishtere, me një përqendrim në dy autorë të traditës më të hershme të dëshmuar me shkrim, përkatësisht të shekullit të 16, Gjon Buzukut dhe Luk Matrangës. Lutja aty ynë ka një evidentim të gjurmueshëm e një origjinë në pasazhe ungjillore, siç dhe referohet vazhdimisht nga vetë tradita e transmetimit përkatës të saj, fakt që nënvizohet dhe nga vetë citimet e autores Arapi, por ndërkohë në mesharin e Gjon Buzukut në lidhje me të, gjendet më shumë se një variant. Mjaft me vlerë për arsye të trajtave që përmbahen në to dhe të vetë vendit që zënë në pjesët më të rëndësishme të ndërtimit kësaj vepre. Prania teksteve të lutjeve që rimerren pasazhet e mesharit është një veçori e vënë në dukje që në trajtesat shpjeguese të Çerençabet dhe shërben njëherësh për të kuptuar më mirë shtrirjen e pjesëve që ndërton një libër kompleks të përbërë nga tekste me përkatësi nga oficia, psalmet, litanit, breviari, rituali dhe meshari. Si një veçori që në lidhje me pjesët biblike është vënë në dukje dhe nga Martin Camaj në veprën e tij kushtuar po mesharit, rimarrja teksteve shërben dhe për të gjurmuar variante të cilave u është referuar përpiluesi, njëherësh dhe diferencimin në trajtforma apo sintagma që janë dhe dëshmi e ndikimeve të mundshme nga gjuhët e tjera të kontaktuara dhe në rrethana shkëmbimesh të vazhdueshme mes përdoruesve. Autori është ndalur në analizën e elementeve të përveçme që janë njëherësh dhe veçanësi, sa i përket përmbajtjes e plotësimit semantik që marrin në përbërjet e tekstit në cilën janë ngërthyer ndërto përdorimi dëshirores. Për këtë arsye dhe vetë zbërthimin, pjesët përbërëse bëjnë tekstin e kësaj lutje një burim deduktimesh dhe nënvizimesh të tipareve që jo shpesh ndeshen dhe në kuadrin variantistik xhexhës. Në artikullin e Valda Pacit vjen në shqyrtim një tipologjie veçantë kontribute studimore të Bardyl Demirajt të lidhura me saktësimin dhe hulumtimin e domosdoshëm në pikpamje të njohjes së elementeve biografike të rrugtimit jetësor të autorëve të letërsisë ekleziastike shqipe, mungesa të cilave ka kushtëzuar dhe shtjellimin e plotë të trajtesave në studimet me letërsinë e shkruar shqipe, veçanërisht atë të shekullit 16-17. Vijnë analizë, trajtime mi historikun e institucioneve të edukimit kolegjal dhe shkollor të rishtarëve që lanë gjurmë në jetën kishtare të vendit tonë në shekuj të mëhershëm, si fakte dhe pjesë përpilimesh që janë botuar më herët në revistat Hylli Dritës, Shajzat, por më vonë dhe në përbërje të një vëllimi të plot tematik të pasur dhe të bashkërenduar në pikpamje tematike. Shtjellime mjaft të kuvendit të armënit, atë të vitit 1703, në vijimësi të punës së hollësishme për të sjellë në dritë të shtypit një botim të mirëfillt kritik e filologjik të dekreteve të botuar në vitin 1706, analizat me rivotime të mëvona që hedhin dritë një sprova për të nënvizuar jo vetëm rëndësinë e një sinodi të tillë kishtar, por dhe lehtësimin e konsultimit të tij, sidomos në variantin në gjuhën shqipe, janë përmendur dhe në këtë kontribut tonin, bashkë me përpilimet e tjera që lidhen me prelat të botës arbrore, kontribues në pasurimin e traditës së shkrimit shqip dhe në një kontekst reformash të rëndësishme kishtare që lidhen me viset ballkanike, në të cilat një klim ndryshimesh ndihej qartë që mas përmbytjes së Koncilit të Trentit. Spektri rrokjes së këtyre trajtesave përfshin një shumësi të domosdoshme argumentesh, aq më tepër me përqendrimin e vëmendjes në areale specifike të levrimit të kulturës së shkrimit, në lidhje me të cilat mund gjurmohet dhe prania e librit shqip dhe njëherësh e vënies në përdorim të tij. Një artikull mirëfilli analitik në këtë kapitull është ai i studiuesit Joachim Matzinger, paraqitur në titullin Writing Albanian, bazuar me një vështrim të gjerë diakronik që cek çështjet e kulturës së shkrimit në kohët më të hershme, në rang trajtesa që ka përcjell sinoret e zakonshëm në studimet e kësaj natyre, por dhe problemet që kanë të bëjnë me leximin e teksteve më të vjetra shqipe për të arritur të një vepër mjaft të përmendur, e trajtuar dhe që ka qenë shtysë dhe përjektim të vëmendjes në dekadat e fundit. Ky artikull një gjatësie të konsiderueshme përmban observime me vlerë sa i përket rimarrjes së dëshmive shkrimore të shqipes, të vështruara në pikpamje të kodeve alfabetike të vëna në përdorim, ndërlidhjes së mundshme mes tyre nëse bëhet fjalë për ndikime nga traditat shkrimore të ngjashme, mbi fjalë alfabeti latin dhe stilet e shkrimit venecian,
por dhe në nënvizimet e veçanësisë që disa prej tyre paraqesin duke u lidhur një fakt të tillë dhe me formimin e përpiluesit të tekstit shqip. Autori dallon qartësisht mes tjerash formulën e pagëzimit të vitit 1462, vështirësitë eventuale që shkruesi i letrës baritore Palangeli mund të ketë pasur në adaptimin e alfabetit latin në fjalinë monumentale që për të vetë brendisë që lidhet me aplikimin e një sakramenti themelor në jetën liturgjike, përbën një sprovë të mirë fillt për ta shkruar atë në përbërje të një vëllimi qarkore në gjuhën latine. Vëmendja ndaj historikut të librit të Buzukut, të cilësuar si i ashtu quajtur meshar, shprehet në mënyrë të konsiderueshme në këtë artikull të Joakim Matzinger, që ndër të tjera është mjaft i vyer dhe për kujtesën e përpik në ecurinë e dijes e të kërkimeve me një vepër të tillë, me një mungesë fizike të konstatuar tashmë të elementeve përfaqësuese, përmbajtja dhe çështjet e njohjes së të cilit mbeten objekt kurreshtje dhe xhurmimesh të vazhdueshme. Një tematikë e tillë e shtrirë në disa orientime bën të mundur që autori i shkrimit të tregojë vëmendje dhe për arritje të tjera më të vona në kohë, por të lidhura gjithsesi me shkrimin e shajt në gjuhën shqipe dhe me variantet përkatëse alfabetike të vëna në përdorim prej përpiluesve. Në artikullin e Maria Morozovas, Akademia Ruse e Shkencave dhe Aleksandr Rusakov, Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, janë vënë në vëmendje çështjet e njohjes së korporave gjuhësore elektronike dhe të dobisë së përdorimit të tyre në rast të evidentimit të vlerave të teksteve të autorëve të letërsisë shqipe, në të cilat ata vetë si autor kanë përzgjedhur Leonardo De Martinon, Gjergj Fishten, Mjedjen, Filip Shiroken, Luiz Gurakuqin, Vincenc Pranushin, Ernest Kolicin, Mixhenin, Mëtej, Pjetër Zarishin, Nue Bytyqin, Prenk Doçin, Zef Jubanin, Pashko Vasin, Anton Zanonin, Bernardin Palaj, Lazar Shantohen, Hil Mosin e të tjerë poetë të traditës greke letrare. Ky artikull orienton në vijimësi studiuesit e gjuhës e të letërsisë shqipe në zbatimin e një metodologjie të veçantë në xhurmimin e teksteve, trajtave, përdorimeve në gjuhën e autorëve dhe të vetë tipareve që dalin në pa përmes analizës më të thelluar të tyre, por orienton vëmendjes dhe ndaj botimesh të mirëfillta kritike të veprave përkatëse, aq më tepër kur bëhet fjalë për autor që kanë krijuar në kohë më të hershme dhe mund të jenë ribotuar gjatë shekullit të kaluar apo në dekadat e fundit. Kapitulli që morën në analizë në proces të kësaj paraqitjeje përmbyllet me trajtesën me titull Sociolingvistika historike e Shqipës përmes veprës së Bardhyl Demirajt me autor Ledio Halen nga Universiteti i Regensburgut, e paraqitur si një shkrim shkencor i artikuluar në nënkrerje dhe saktësime metodologjike në leximin e veprës madhore të Bardhyl Demirajt në veshtrime që kanë të nevojshme për masën sociolingvistike dhe etnolingvistike. Madje me një vëmendje ndaj çështjes të mëhershme në disiplina që gjajnë të ato diakronike dhe të arritjet përkatëse lëndën e parë për tu profilizuar me tesi të tilla. Çdo kontribut i përmbajtur në këtë kapitull të vëllimit studimor kushtuar profesor Bardhyl Demirajt është reflektim i arritjeve më të mira të autorëve, të bërë bashkë këtë herë për të nderuar një studiues të rrallë, koleg, mentor, që me perseverancën dhe njëherë vlerësimin në vijimësi ndaj orientimeve studimore që qëndrojnë në themel të xhurmimeve albanologjike, ka ndërtuar prurje të qëndrueshme që bëhen më të vlerëta me kalimin e kohës. Faleminderit. Faleminderit profesoreshe Valda. Fjalën e kam profesoresh Mimoza Kore, të referoj për kapitullin Historia e gjuhës shqipe dhe trebave shqiptare në librin dedikuar profesor Demirajt. Faleminderit Anila. Profesor Bardhin kam pasur fatin ta njoh që kur isha studente, sepse dhe profesor Demi e mbajnë mend që kur ka qenë profesor Shaban Demiraj, shefi departamentit të gjuhës shqipe, unë isha studente dhe me iniciativën e tij u hap një kurs i gjuhës rumune me 5 student nga viti 3 dhe 5 nga viti 4 dhe krejtësisht në mënyrë vullnetare dhe ne studentët dhe ata që na i bënin kursin, rastisi që mungoj ai që na i bënte vijushmërisht dhe erdhi profesor Bardhi, që atëherë mbaj mend seriozitetin, ne ishim gati dhe bashkë studentë, se s'kishte shumë kohë që kish mbaruar, por përgatiteshim me shumë, dhe jo aq nga frika se do t'i thoshte profesor Shabanit që s'përgatiteshim, por serioziteti me cilën profesor Bardhi punoi. Pastaj puna na lidhi gjatë karrierës time, gjatë së cilës kam komunikuar me profesor Bardhin dhe është treguar gjithmonë i gatshëm, i papërtuar për të ndihmuar.
Ky vëllim me artikuj shkencor kushtuar veprës së tij është një dedikim i vyer për një nga gjuhëtarët me kontribute shkencore të spikatura në dekadat e fundit. Puna shkencore e profesor Demirajt në lëmin e albanologjisë, historisë së gjuhës shqipe, të etimologjisë, të studimit të teksteve të vjetra, balkanologjisë, ashtu siç vret në të gjitha punimet e përfshira në këtë vëllim, e vendos atë në radhën e parë të gjuhëtarëve shqiptar të ditëve tona që me saktësinë shkencore, objektivitetin dhe njohuritë e thella ka arritur autoritetin e gjuhësisë shqiptare brenda e veçanërisht jashtë vendit. Janë të shumta prurjet shkencore të tij, çka ju dha dorë edhe të gjithë kolegëve që kontribuan me punime në këtë vëllim për të përzgjedhur lehtësisht problematikën që do të trajtonin. Ne do të ndalemi në kontributin e kolegëve në këtë vëllim për çështjet e historisë së gjuhës shqipe. Së pari vjen në vështrim artikulli profesor Sejit Mansakut, problematika e elementeve latin në gjuhën shqipe në veprën e Guillem Bones. Me gjithë studimet që janë bërë deri më sot, të cilat profesori i rendit në këtë fushë, dhe me gjitha arritjet që janë shënuar, elementet latin në gjuhën shqipe për shkak të përmasave të tyre, të lashtësisë dhe shtrirjes në kohë të depërtimit të tyre, vijojnë të paraqesin një rëndësi të veçantë për historinë e gjuhës dhe kulturës popullit shqiptar. Oazimet latine kanë qenë gjithmonë një pikë reference në punë të kronologjisë, së ndrimeve fonetike të vjetra të shqipes, dhe me këtë kanë marrë një rëndësi të madhe për historinë e brendshme të gjuhës, por dhe për historinë e romanizimit në gjuhët fqinje. Qëllimi i Guillem Bones vë në dukje profesor Mansaku është që, siç pohon dhe ai vetë, të bëjë një sintetizim të konkluzioneve fonetike të studimeve të elementeve latine në gjuhën shqipe, duke i parë zhvillimet e tingujve në një perspektivë fonologjike e jo veçori artikulative, me synimin për të krijuar një përfytyrim të qartë të sistemit fonologjik në kohën e hyrjes së oazimeve latine në gjuhën shqipe. Profesor Mansaku në mënyrë të thukët përshkruan përmbledhtas gjithë punën serioze që ka bërë Bonet. Në veprën e Bones, thot profesori, është analizuar me hollësi sistemi zanoreve i bashkëtingëlloreve të elementeve latin në gjuhën shqipe, reflekset e zanoreve dhe bashkëtingëlloreve të latinishtes në pozicione të ndryshme fonetike. Bie në sy në artikull se në çdo prurje që ka sjell Bonet, profesori përqas dhe mendimin e Çabejt, i cili edhe një herë në këtë artikull del si gjuhëtari që ka thënë fjalën e fundit, e ka lënë dhe dritare të hapura për studime të mëtejshme. Për shembull, Bonet ka parë në artikullin e tij problemin e dallimit midis latinizmave dhe romanizmave, dhe sidomos midis latinizmave dhe italianizmave, që është dhe një nga çështjet kryesore në këtë fushë. Dhe këtë problem e ka shtruar sigurisht profesori jep dhe me kritere shkencore, gjuhësore dhe Çabej. Bonet në veprën e tij u kushton vëmendje jo vetëm zhvillimeve fonetike dhe përshtatjes fonetike të elementeve latin në gjuhën shqipe, po ndalet dhe në problemin e integrimit dhe përshtatjes morfologjike të tyre në sistemin gramatikor të shqipes. Profesor Mansaku në mënyrë të përmbledhur e vlerëson veprën e Bonet si një kontribut që ofron një problematik të gjerë dhe shpjegime me interes për marrëdhëniet e shqipes me latinishten, me interes për historinë e lashtë të gjuhës shqipe, për latinishten ballkanike dhe romanistikën në përgjithësi. Artikulli tjetër që vijon në këtë vëllim është i akademik Pullum Xhufit, Trevat shqiptare në kohën e dyndjes së popujve, në të cilin shpaloset një pamje e gjerë historike prej shekullit të 4 deri në shekullin e 7 e organizimit dhe dyndjeve barbare në perandorinë romake në trevat e Ballkanit. Autori, mbështetur në dokumente të shumta, në kronika latine, bizantine e tjera, përshkruan organizimin e perandorisë romake në disa dioqeza, organizimin që ndoqi përgjithsisht bijën ndarse midis dy arealeve kulturor, të arealit kulturor grek dhe të arealit kulturor latin. Dioqezat e Panonis, Dakis të Maqedonis përfshiheshin në arealin kulturor latin, ndërsa ajo e Trakës në atë greko-bizantin, provincat e Prevalit, Dardanis, Epirit të vjetër dhe Epirit të ri që përfaqësonin hapësirën gjeografike të banuar nga pasardhësit e drejt për drejt të ilirëve në mesjet nga Arbrit, përfshiheshin përkatësisht në dioqezën e Dakis dhe në dioqezën e Maqedonisë. Në to, siç vren autori, u manifestua i ashtu quajturi shpirti i lirë. Kjo infrastrukturë në atë botë, që ndryshmëria e strukturës saj shtetërore ushtarake u vu në provë të rëndë gjatë ballafaqimit me dyndjet e popujve të shekujt të 4 të 7. Në vitin 395 janë vizigotët e Alarikut që përshkruan vendin e Taulantëve. Pas tërheqjes së vizigotëve drejt Italisë, një tjetër kërcënim ju avit Ilirisë e tani janë Hunët.
Hunët kryen inkursione plaçkitse në gjithë prefekturën e Ilirikut, por veçanërisht në Dardani. Gjen në artikull figura perandorësh, Romaku, Dhejsi, Shtribush, Prisa, Ostrogotësh e Gotës, çka e bën artikullin interesant. Nga ana tjetër, faktet shkencore të paraqitura kronologjikisht të japin një pamje të qartë të historisë në një periudhë të errët në cilën ka kaluar të parët tanë, të bie në sy rëndësia strategjike në atë periudhë, e jo më pak dhe në ditët e sotme të rrugës Egnatia, qytetit të Durrësit, Vlorës, Ohrit e tjera. Në vitet 500 dalin në skenë bulgarët, një popull nomad turk, e shkatrimet vijojnë. Në kufit verior u shfaqën avarët, antët, gepidët e në numër akoma më të madh slavët të cilët prishën gjithë ekuilibrat në Ballkan. Autori përshkruar me ullësi qëndrimin e perandorit Justinian, pozitën e dobët perandorisë bizantine në këtë periudhë, çka solli depërtimin e slavëve. Rreth vitit 548, një turmë e madhe slave përshkroi territoret e Dardanis dhe nëpërmjet Maqedonisë ju drejtua Durrësit nëpërmjet rrugës Egnatia. Burimet historike të mesjetës së hershme flasin dhe për krijimin e sklavinive, domethënë atyre vendeve ku përqendruan edhe u vendosën slavët. Në këtë artikull, faktet historike e arkeologjike sqarojnë dhe çështjet e historisë së gjuhës. E vetmja gjurmë me një sklavinie të hershme në viset e Shqipërisë së sotme duket se lidhet me emrin e vendit të quajt Shqeri, një ishull prej 6 fshatrash të vogla e të varfra malore në krahinën e Përmetit. Plot kuptim është sjell në artikull dhe emri i fshatit Raban në mes të këtyre fshatrave, një formë me tatezë të likuideve të fjalës Arban, që është karakteristike slavishtes me tateza. Fakti që të dhënat historike arkeologjike nuk i përfshin trevat shqiptare në vendet që u nushtruar kolonializmit slav në shekullin 6-7, shtyn të mendohet që emrat slav të vendeve të jenë vendosur, thot profesor Xhufi, pjesërisht gjatë pushtimeve të mëvonshme të slavëve bulgar në shekullin e 10 në kuadrin e perandorisë bulgare, arsye me të cilën trajtohen këto edhe në historinë e gjuhës. Artikulli tjetër që pason në këtë vëllim është autoktonia e shqiptarëve në mesjetën e hershme nga Mimoza Kore. Problemi kryesor i historisë së gjuhës është sqarimi i preardhjes së shqiptarëve dhe gjuhës së tyre, problem që është i lidhur ngushësisht me autoktoninë e shqiptarëve. Artikulli është ndarë në disa çështje ku tek e para diskutime për çështjen e autoktonisë, paraqiten teoritë e mëparshme pro apo kundër autoktonisë së shqiptarëve. Në çështjen e dytë të artikullit trajtohen teori të reja për çështjen e autoktonisë, çka përbën dhe objektin e këtij artikulli. Kjo çështje është rihapur përsëri në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar, kryesisht nga studiues gjerman. Kreun e vendit e zuri monografia e Godfried Schrammit për zafillën e krishtërimit shqiptar dhe konvertimin e fisit trak të besve. Në këtë periudhë në fakt ka një vërejtje nga Ardian Bebiu, i cili shkruante në gazetën e tij që është e çuditshme që asnjë gjuhëtar shqiptar nuk ju përgjigj, ndoshta nga që ringrihet përsëri, janë ndruajtur ringritjes përsëri të tezës trake dhe nuk ka studiues që të jenë përgjigjur Godfried Schrammit. Në fakt është profesor gëzimi që në pikpamje arkeologjike i është përgjigjur Godfried Schrammit, por në fushën e gjuhësisë është profesor Bardyl Demira që u përfshi në polemikën shkencore me kumtesën, problemet të lëna pezull dhe banimet e shqiptarëve në mesjetën e hershme. Në këtë debat, ndoshta edhe Ardiani nuk e kishte vënë re që sepse votimet e konferencave dalin më vonë se sa mbahen vetë konferencat. Në këtë debat mund të themi që është i vetmi gjuhëtar shqiptar që mban qëndrim e madje e përforcon edhe më tej tezën e autoktonisë së shqiptarëve në shtrirjen kohore të shekullit 5-6 e rëson deri në 10-vjeçarin e parë të shekullit 9, duke treguar dhe një herë që ai parimi profesor Çabet që përmendi dhe profesor Seiti të jemi objektiv po jo indiferent, është përcjell në breza dhe s'ka të qëndronte indiferent. Autori përqendrohet në verifikimin e argumenteve pro dhe kundër tezave që kanë si bartës kryesor historianët gjerman Georg Stadtmüller dhe Gottfried Schramm. Bardyl Demira së pari bën dallimin në koncepti kufi kulturor, gjeografik dhe kufi etnik gjuhësor, të cilët metodologjikisht nga shumë studiues të huaj nuk janë parë drejt. Periudha kohore të cilën merr në vështrim ky autor i jep dorë të futet në trajtimin e çështjes së preardhjes së shqiptarëve prej nga popullsitë e periudhës antike. Nga ana tjetër, mendimet dhe tezat e ndryshme të studiuesve të shumtë që janë marrë me preardhjen e gjuhës shqipe dëshmojnë se problemi është shumë më i ndërlikuar dhe ende nuk kanë gjetur një zgjidhje
zgjidhje përfundimtare për sa kohë ne nuk kemi tekste të shkruara nga kjo periudhë. Po kështu kemi edhe një shmangje nga diskutimi i marrëdhënieve të Shqipes me Greqishtën e vjetër, uazimet e pakta të së cilës kanë çuar gjithmonë ujë në mullirin e atyre që kundërshtojnë autoktoninë. Kështu që me arsyetimin se të parët e shqiptarëve nuk kanë qenë fqinj me grekët e lashtë. Gottfried Schramm dhe këtyre është përgjigjur profesor Demiraj, këtyre akuzave, hedh tezën gjuhësisht se bën vërejtjen se Alb, rënja Albe, emri ton etnik, do të jetë shndruar në arb, si dhe Shqipja është ndarë në një kohë relativisht të re në 2 dialekte. Me argumente gjuhësore, profesor Demiraj i rrëzon pretendimet e Schrammit. Ai pajtohet e përfundimet e disa gjuhëtarëve tanë se sistemi gjuhësor i Shqipes, qysh në fazën e parë të mesjetës së hershme, nuk silli më i njësuar në të gjithë hapësirën kompakt tek ku flitej Shqipja. Bardhyl Demira, për ta bërë më bindës argumentin e vjetërsisë dialektore, sjell si shembull dukurinë më tipike të dallimit dialektor, rotacizmin, i cili ka vepruar si në fjalët e trashëguara nga fondi indo-europian, ashtu dhe nga fjalët e uazuara nga greqishtja e latinishtja. A flitej Shqipja në mesjetën e hershme në jugun e Shqipërisë dhe në trevat e veriut, është një çështje e trajtuar shumë gjerë edhe në këtë punim. Për t'i dhënë përgjigje kësaj, profesor Bardhi niset nga hetimi i fondit të makrotoponimeve, të cilat kanë pësuar revolucion duke kaluar në gojën e shqiptarëve pa ndërmjetësinë e slavëve. I detyruar të sqaroj qartësisht bindshëm tezat e Schrammit, Demira i ka nështruar analizës etimologjike shumë toponime. Kritikës së Demiraj vjet re në këtë artikull do t'i shtoheshin më vonë edhe ato të studiuesve gjerman, si Schut, Kurt Gostechnik e Barthel. Artikulli i radhës është ai i profesorëve Moza Prikut, rreth disa interesave për leksikografin historike të studiuesit Bardhyl Demiraj. Priku bën një paraqitje të gjithë kontributit të Demirajt në Universitetin e Shkodrës, të gjithë kontributit të tij për autorët e Arealit Veriut dhe të Jugut dhe të Arbreshve. Ajo ndalet te projekti Fjalori filologjik etimologjik i Shqipes të shekujve 15-18, i cili si pasaj është dhe një ndërmarrje e madhe për Shqipen. A shkon përtej konceptit të një korpusi historik, sepse brenda tij është përfshirë dhe gjurmimi burimor etimologjik i lemave. Priku vë në dukje parimet me të cilat janë mbështetur hartuesit e fjalorit dhe në vijim autoria rendit disa prej kritereve të ndjekura për përpilimin e çdo leme. Për bibliografin përkatëse, për referencat leksikore, sipas emrit të përpiluesit, që mund të orientohesh shumë lehtë. Artikulli vijon me disa shembuj lemash të fjalorit për të parë si janë sqaruar, duke dhënë një pasqyrë të qartë të punës shkencore të Bardhyl Demira dhe bashkëpunëtorëve të tij. Pasardhësit shqiptar dhe rumun të fjalës latine sklavus, historia e përdorimit të tyre është një artikull tjetër tashmë nga studiuesja rumune Katalina Vëtëshesku nga Akademia e Shkencave të Rumanisë, e cila ka marrë në shqyrtim emërtimin shqip dhe rumanisht të slavëve. Ajo vren se etnonimi shqa, shqau, shumë si shqe, është pjesë e fjalorit aktiv të Shqipes, është polisemantik dhe i pranishëm në gjitha dialektet dhe gjuhët e folura. Ajo thotë se analiza e detajuar semantike, dialektore dhe historike nga Bardhyl Demira nxjerr në pa funksionin e tij si emër i përgjithshëm për të përcaktuar slavët e jugut. Është e rëndësishme të theksohet se termi në fjalë përdoret në fakt për t'u referuar fqinjve të ngushtë. Edhe sot në Shqipen që flitet në Maqedoni ata quhen shqa, ndërsa folësit e tjerë bullgar me të cilët shqiptarët nuk kanë kontakt të drejtë për drejtë. Si çështje të dytë, Vëtëshesku e shikon këtë emërtim në rumanisht, që ndryshe nga shqipja, etnonimi shqau si emër i zakonshëm është përfundimisht i vjetëruar. Të vetmet dëshmitë e emrit të zakonshëm datojnë që nga shekulli 17 dhe shfaqen në një numër shumë të vogël burimesh. Ajo përmend Nikolaj Jorgën e tjerë se si e kanë përdorur në studimet e tyre. Ky fakt e dallon latinitetin ballkanik dhe nga romaniteti perëndimor, thotë ajo. Shqipja dhe dialekti dako-rumun e kanë dëshmuar vonë dhe rrallë termin e veçantë edhe për fjalën bullgar. Në rumanisht, toponimet e ruajtura më shpesh janë një emër në shumës mashkullor, referohen fshatra dhe vendeve brenda popullsisë rumune ku ruhet tradita e origjinës së tyre slave, ose e preardhjes në territore slave në jug të Danubit. Duhet gjatë gjithë punimit Vëtëshesku tregon që janë të ndryshme marrëdhëniet që krijoi Shqipja me dhe kushtet
në cilat krijoi shqipja me slavishten dhe krejt të ndryshme ato të rumanishtes me slavishten. Kështu që edhe mënyra e emërtimit ose se si është ruajtur ajo në të dy popujt është e ndryshme. Një artikull i fundit është i Xhelal Yllit, vëzhgime gjuhësore mbi hidronimin e Shqipërisë Veriore, pellgu i Drinit dhe i Bunës. Ky shkrim nuk mëton të ofrojë një punim të thelluar e të gjerë të hidronimisë së Shqipërisë, por të paraqes vetëm disa vëzhgime të para, duke u kufizuar në pellgun e Drinit e duke përfshirë dhe Bunën. Autori sjell në vështrim emrin e lumrit Drin, ashtu si dëshmohet në të gjitha dokumentet e hershme, e pastaj vijon me atë të emrit Bunë, që sipas autorit paraqet më shumë vështirësi. Studimi vijon me sqarimin etimologjik të fjalëve lumë e prua. Të parin e pranon si uazim nga latinishtja duke mbështetur majerin nga një form flumen, e cila dëshmohet edhe sot të hidronimi zalli i flymit, dege e majtë e lumit të Urakës. Përkundër mendimit të Çabej që e lidh me fjalën lymna, për analogji si kurse gjunjë gjynjëra. Për fjalën prua, pasi shqyrton teorinë e Jokrit e Çabej, mbetet tek profesor Demira, nisur edhe nga vështirësitë e shpjegimit të fjalës brenda indo-europianistikës. Profesor Demiraj shtron pyetjen, fjalë ballkanike e burimit jo indo-europian, mëtej autori sqaron gjithë emërtimet e rrjedhat prej lumit Drin, duke hyrë thellë në krajinat veriore ku ata rrjedhin. Faleminderit, ju uroj profesor Bardhit jetë të gjatë, shëndet e mbrodhësi në punën e tij shkencore. Faleminderit profesoresh Moza, dhe tani ftoj profesoresh Mimoza Prikun të flasi për kreun gjuhësi variantësh dhe shqipja në kontakt në vëllimin festiv për ndër të Bardul Demirajt. Sythi gjuhësia varianteve dhe shqipja në kontakt përfshit disa studime të rëndësishme dhe me mjaft vlerë për shqipen në nderim të figurës së profesor Bardil Demirajt. Në fjalën tonë ne do ndalim në 5 prej tyre të marra në analizë, sigurisht sipas pasqyrës së lëndës. Albanologu Titos Johallas, për shkrimin konli me të paharruarit arbresh të Kalabris, ka paraqitur materialet mbledhura me kujdes në 3 fshatra arbresh që përmbajnë dhëna me karakter onomastik, toponomastik dhe disa këngë me qëllim njohje në këtij thesari ballkanik të përhapur për disa shekuj, veçanërisht në Kalabri, Bazilikat, Molise, Sicili. Të dhënat e para janë materialet ekspeditës së kryer në Kalabri në fshatin Qift në informator, të cilët janë kryesisht 60 vjeç e lartë dhe përfshin 12 emra të familjeve, 27 toponime me emra vendesh, por pjesa më interesante është fjalori pajisur jo vetëm me gjetëset në italisht, por dhe me disa shpjegime sa i takon burimit të këtyre fjalëve. Në këtë mënyrë, Johallas ka vepruar për fjalë të tilla si trandafile, diçerian, ftron e të tjerë. Fjalori përmban gjithashtu frazat të cilat japin informacion lexuesit dhe sa i takon strukturës së sintagmës, formave të ndryshme të fjalëve e të tjerë. Për shembull, u jam arbresh, nuk jam italian, me klum është dhenë që dhivsh, bëm djatë gjizë, si jam e vdes urie, kin vinit e kju, kin këndon e të tjerë. Janë dhënë emrat e disa bimëve, janë regjistruar gjithashtu emrat muajve të vitit, emërtimet e disa gjarprinjve, 5 këngë popullore në arbrishtet përkthyera nga autorët në italisht. Këtë metodologji Johallas e ka përdor edhe për fshatrat Fascinete dhe Falconara. Në këtë të fundit, ai tërheq vëmendjen se vendi është shumë izoluar i largët nga vende të tjera arbreshe, prandaj gjua shqipe është ndikuar shumë nga gjua italiane, e cila mbizotron duke inkurajuar mos përdorimin e vetë gjuhës, të cilët brezat e ri e shmangin së përdori. Për këto dy fshatra, Johallas ka regjistruar dhe emrat e disa vendeve të kishave, për shembull kisha Shën Pjetrit, Shën Palit, Shumëria e Bonkonsilit e të tjerë. Materiali është shoqëruar me foto nga ekspeditat. Dhënat paraqesin dëshmi për këto të folma arbreshe të regjistruar të analizuar me mjaft kompetencë nga profesori akademiku Titos Johallas, që përkon gjithashtu edhe me një pjesë të rëndësishme të kontributit edhe të profesor Bardil Demiraj për këto të folme.
Një studim interesant për shqipen e folur tani më në një territor tjetër është ai i Mikel Devan të Universitetit Bazelit për dialektin e Kelmenit në Sloveni të viteve 1782-1839, transliterimi dhe konkordancat. Devan ka rivlerësuar në pikpamje filologjike disa dhëna për dialektin grek të fisit Kelmenas, të cilët u zhvendosur në fshatrat në rajonin e Slovenisë apo të Serbisë veriore të sotme, në afërsi të kufirit kroat. Historia, etnografia, gjua këtyre shqiptarëve kanë ngjallur fillimisht interesin e udhëtarëve që në shekullin 18 në vijim. Këto banorë mbajtën të gjallë gjuhën sipas dëshmive deri në mesin e shekullit 19. Autori është përqendruar në dhënat siguruara të vitit 1782 nga Vintage dhe Marjanović 1839. Tiparit dhënat i kishin siguruar në fakt në mënyrë jo të drejtë por drejtë. Botimi i vitit 1782 është marrë në shqyrtim më parë dhe nga dy autorë, Shuteriqi dhe Shkurtaj, por sipas Devan nuk është dhënë teksti i plot. Devan ka realizuar një botim diplomatik të tekstit të shtypur vitit 1782, një përmbledhje të shkurtër të disa tipareve dialektit, dhe gjithashtu ka realizuar një diskutim filologjik të fjalëve shqipe, ndërsa për botimin e Marjanovićit ka realizuar një indeks të fjalëve sipas shqipes dhëna në sythin Shtojc. Në dhënien e konkordancave fonetike ka ndjekur modelin e Demirajt dhe Tomarit. Pas paraqitjes fjalësit, ky gjuhëtar ka veçuar disa dukuri, për shembull asimilimin e grupeve në DMB në pozicion para një zanore, rënien e zanore së fundore, sjell evidenca për gjinina sjajse, për formimin e kohës së ardhme do paskajore gege e të tjerë. Burimi i dytë që ka shërbyer këtij autori për të folmen është ai i Marjanovićit, botuar në gazetën Danica Ilirska në vitin 1939. Marjanović shkruan se ai është konsultuar në regjistrat e vjetër kishtar të dy viteve 1741 dhe 1772. Gjithashtu ka përmendur faktin ky autor se banorët kanë në përdorim alfabetin latin. Devan ka veçuar fjalë që gjenden tek fjalori i Bardit, duke ndalur gjithashtu edhe në botimin filologjik të profesor Bardyl Demiraj dhe me vete ka ndarë fjalët e tjera. Me interes është gjithashtu Shtojca që bashkëshoqëron dhe këtë studim. Një tjetër hulumtim me vlerë për shqipen i realizuar nga dy studiuset, Ngeleda Kapia dhe Kotle, të cilat janë pjesë e Institutit Fonetikës dhe të procesimit të folurit në Universitetin Ludwig Maximilian në Münih. Modelimi i bazuar në agjentin ndryshimit dhe i qëndrueshmërisë së dialektit grek në shqipe është kontributi i këtyre dy autorëve. Idetë e shprehura nga profesor Bardyl Demiraj se ndryshimi gjuhësor mund të lindë nga faktor strukturor, kontakti midis individëve dhe komuniteteve ose një kombinim i të dyjave, ka shërbyer si nxitje për hulumtimin nga fusha e fonetikës i kryer nga dy studiuesit e përmendura më lart, pedagoge pranë Universitetit Ludwig Maximilian Münih. Ky studim është realizuar me një model kompjuterik me akronimin ABM në fushën fonetike i bazuar në agjent. Po pse është përgjedhur kjo metodë? Këtë shpjegojnë më së miri dy studiuesit ku shprehen se u përdor kjo metodë, citoj, për të stimuluar ndërveprimet e folura midis folës dhe grek, urban dhe atyre rural me qëllim testimin e ndërveprimit faktorëve strukturor dhe shoqëror për shpjegimin e origjinës dhe të përhapjes së ndryshimit të tingullit. Së dyti, kjo metodë është përdorur me sukses nga Instituti i Fonetikës dhe i përpunimit të folurit në Münih për disa gjuhë, ndërsa për shqipen eksperimentohet për herë të parë. Sipas metodës ABM, kushdo agjent përfaqëson një individ folës, janë bërë matjet akustike, të cilat janë të bazuara në shprehje të prodhuara nga vetë folësit dhe matjet tjera të cilat janë bërë momentin kur ata hyjnë në bashkëveprim me njëri tjetrin. Pas shumë stimulimesh të kryera me anë të teknikës ABM janë krahasuar të dhënat dhe janë nxjerrë rezultatet. Janë përzgjedhur për eksperiment dy dukuri të gegerishtes jugore, dukuria që njihet si labializimi zanores A dhe gjatësia kontrastive e zanoreve. Grupi i folësve të përzgjedhur përbohet nga 14 rritur dhe fëmijë që jetojnë në Tiranë dhe 14 në fshatin Bërgjit afër Tiranës. Janë krahasuar rezultatet e dala me metodat kryera më herët me ato të arritura sipas metodës ABM. Edhe gjithashtu përfundimet e nxjerra janë përfundime të cilat janë mjaft interesante dhe i shkojnë kështu përfundimet e nxjerra dhe idesë që të profesor Demiraj. Studimet të tilla të realizuara me metoda bashkëkohore përbëjnë sigurisht një vlerë të shtuar për shqipen, duke siguruar kështu të dhëna më të sigurta për dukuri të ndryshme me karakter fonetik.
Fjalë me burimi nga greqishtja dhe çështjet fjalësit në fesh të Kolestopallit është kontributi për këtë festshrit i studiusit Dori Qiriazit në Universiteti Aristotel i Selanikut. Në vëmendje të studiusit është vënë fjalori etimologjik i shqipes nga profesor Kolestopalli, një vepër sa e vështirë për të realizuar aq dhe e mundimshme. Por gjithsesi, një botim i ri, megjithëse pasuria e dijes albanologjike, shërben dhe si objekt diskutimesh si në këtë rast. Qiriazi ka parashtruar diskutime të cilat lidhen me makrostrukturën, mikrostrukturën e këtij fjalori dhe përfshirjes më të gjerë në kuadrin ballkanik. Qiriazi ka vënë në dukje jo vetëm rëndësinë, punën e madhe për këtë fjalor, por sugjeron se duhet bërë në ndonjë rast një lidhje më e qartë ndërgjuhësore ndërballkanike të disa dukurive gjuhësore. Ema Kristo nga Universiteti i Tiranës, e cila ka edhe një pjesë të formimit saj në Universitetin Ludwig Maximilian në Mëni, prezantohet me një studim të një natyre tjetër. Pengesa gjuhësore dhe kultura arsimore, vështrime mbi përvojat e studentëve shqiptar në Gjermani është titulli i kontributit i cili shtron për diskutim dhe dëshmohet me të dhëna një fenomen një natyre sociolinguistike, por jo vetëm, tek studentë shqiptar të cilët studiojnë në Gjermani. Numri i studentëve të përzgjedhur, të cilët studiojnë jashtë vendit, është një prirje në rritje, por sigurisht këto përballje kanë dhe vështirësitë e tyre. Studentët shqiptar që studiojnë në Gjermani ndeshin pengesa gjuhësore gjatë studimeve të tyre, ato përballen me sfidën kryesore të natyrës gjuhësore, po një gjuhë e cila përballet dhe gjithashtu me studentë të cilët nuk e kanë gjermanishtën si gjuhë L1, ndërsa shqiptarët si një gjuhë L2. Strategji që duhet të ndiqen me student për të kapërcyer me sukses këto sfida është diskutim kryesor që përshkon këtë studim. Për të arritur këtë qëllim, autorja ka intervistuar 68 studentë shqiptar nga disiplina të ndryshme. Rezultatet tregojnë se studentët kanë vështirësi gjuhësore, veçanërisht me terminologjinë akademike dhe përballen me sfida të konsiderueshme, pasi kanë mungesë të këtij regjistri gjuhësor apo që njihet ndryshe dhe si gjuhë akademike. Studimi është kryer me studentë të cilët kanë ndjekur semestrin e dimër gjatë vitit 2023 në 4 universitete të ndryshme gjermane. Metodologjia është ndërthurur me metoda sasiore dhe cilësore, është përdorur një pyetësor dhe intervistë gjysmë strukturuar. Për analiza është përdorur programi Excel dhe transkriptimi i intervistave është bërë me programin HIAD. Studimi konkludon dhe shtron nevojën për mbështetje gjithëpërfshirje të studentëve duke adresuar jo vetëm sfida gjuhësore, por dhe ato akademike, sociale, ekonomike. Kjo nënvizon nevojën për shërbime mbështetëse të synuara për të promovuar integrimin, suksesin akademik të studentëve ndërkombëtar. Këto ishin pjesa që i takon sytit të gjuhësisë variacionale, por unë dua të përshëndes në mënyrë të veçantë profesor Bardhin, nuk e bëra në fillim, por tani në fund, sepse me Shkodrën profesori ka pas një lidhje shumë të veçantë për universitetin me gjithë kolegët, prandaj unë jam këtu jo vetëm si mimoz, por edhe si përfaqësuese e gjithë Universitetit Shkodrës për të shprehur mirënjohjen për gjithë kontributin e profesorit, për vitet me radhë, për mbajtjen e lëndës së gjuhësisë indo-europiane, por jo vetëm, për gjithë studimet që ai ka bërë për treve në periudhë dhe gjithë kontributet në konferencat e ndryshme të cilat profesori ka qenë i pranishëm. Faleminderit dhe edhe 100 profesor. Faleminderit. Faleminderit profesoresh Mimoza. Falenderoj të gjitha kolegët dhe akademik Shaban Sinanin për përgatitjen serioze që kanë bërë për të paraqitur sa më mirë dhe denjësisht këtë vëllim cilësor kushtuar profesor Bardhyl Demirajt. Besoj se nuk mbeti artikull apo studiues pa u prekur në një farë mënyre duke përshkruar punën që ka bërë në këtë vëllim. Tashti më mbetet të jap fjalën nëse ka diçka për të thënë dhe i nderuar i ynë i këtij vëllimi, profesor Bardhyl Demiraj. Po përpara. Kemi një dhuratë. Mbaj mend ke marrë në herë lule, po faleminderit edhe për këtë dhuratë. Unë vetë
ndjej veten shumë të emocionuar, me të drejtën edhe nëse ka dhe momente mallëngjimi, ndoshta më falen, edhe për moshën që kemi arritur, se ikën kështu si pa kujtu, edhe pa ky libër që më shkushtuar, ishte shkushtuar personit tim, sigurisht që zëvendin kryesor edhe në tavolinën time të punës, jo thjesht dhe vetëm për kontributin e shumë kolegëve në të, por edhe për ata që janë të regjistruar në atë tabula gratulatoria, të cilët sigurisht që her pas here i shoh me kënaqësi dhe mirënjohje në të njëjtën kohë. Në një rast tjetër, ja personën në momentet e para, kur filloi seansa këtu, më ndjeva veten kështu si ai djali plank prishës që u largua nga familja, edhe kthehet mbas shumë kohësh dhe e presin dhe e mirë presin në mënyrë festive, madje i japin dhe një buqet me lule. Kështu që po ashtu mendimi përkundërt kam dhe atë që lidhjen me jo vetëm me Shqipërinë, se edhe prindrit, familja, shoqëria këtu, po edhe me punën, me Akademinë e Shkencave, me universitetet e tjerë, ja përmendi këtu edhe Mimoza, atë të Shkodrës, apo të Elbasanit, Vlorës, jam përpjekur brenda mundësive që t'i mbaj gjithnjë lidhjet me kolegët e kështu me radhë. Thonë vazhdimisht që gjithkush kërkon dhe gjen fatin e tij në jetë, sigurisht që edhe unë si të tjerët kam kërkuar, sidomos mbas largimit nga Shqipëria, në një mënyrë apo një tjetër dhe unë fatin tim, po të them të drejtën, edhe kam pasur fat në jetë. Fat në kuptimin që kam studiuar, se ashtu në radhë për hisa albanologji, po fat me mësuesit e mi në fakultet, nuk harrohet lehtë leksionet e profesora e temit, që kam nderin dhe ta përshëndes këtu në sallë, profesor Maqos, ose që më ka dhënë sintaksën, po ashtu profesor Ramiu, me atë ekzigjencën e tij, për cilët kemi mësuar edhe të shkruajmë në një farë mënyrë, është ortografia, si quhet praktikumi i gjuhës shqipe në universitet, në atë kohë është e vetmja lëndë që unë e kam dhënë 2 herë për të përmirësuar notën. Edhe ai bashkë me përveç profesor Amiut ka qenë edhe lumturi Radovicka, po, të cilën u deshi ta jap 2 herë për të përmirësuar notën ose për ta balansuar me notat e tjera që merja. Profesor Temin nuk i harroj ato momente kur na jepte morfologjinë e gjuhës shqipe në pikë të dimrit, i vetmi që rrinte pa palto, që e hiqte dhe palton për të treguar atë korrektesën e docentit universitar, ndërkohë që ne të lidhur bashkë aty në bankat e gjata dhe të shtrënguar për njëri tjetrin nga të ftohtë që kishim, si edhe profesor Maqon më mirë, me cilin kemi kaluar edhe momente shumë të këndshme edhe në zbor, e kemi pas gjithmonë kështu komandant toge. Po ashtu, fat kam pas të them të drejtën dhe me ardhin në Akademinë e Shkencave, u bën 35 vite. I kujtoj si sot, jo vetëm ditën e parë që na ka pritur i ndjeri profesor Alex Buda në këtë akademi, që na ka uruar mirëseardhjen, po ashtu mësuesit e mi, profesor Mahir Domin, i cili më ka drejtuar për herë të parë edhe në
kam shkruar punimin e diplomës me të. Shefin tim të përhershëm, profesor Seidin, Seid Pansakun, kemi qenë në një zyrë. Në një zyrë kemi ndarë edhe me kolegë, miq, shok të tjerë. Kemi këtu të paktën kam të drejtë përmend edhe emrin e Enverit, po edhe me Anilin në një zyrë, Xhelal Yllin, disa zyra më lart, po një kat më lart ka qenë edhe Floresha, pastaj Floresha mori rrugën e saj në universitet, doqë edhe karrierën akademike dhe patëm nderin një herë që edhe ta përshëndesnin edhe në Miniku, mbajti disa ligjërata së bashku me Enverin apo me Anilën e kështu me radhë. Më thënë, fati më ka ndjekur në një farë mënyrë sepse kam pasur edhe kolegë, shok, miq ndërkohë, të cilët më kanë mbështetur në një farë mënyrë. Unë nuk di të jem ngrënë ndonjëherë me fjalë me profesor Seidin apo Seidin që kam pas shef departamenti, përkundrazi vetëm më kam mbështetur. Në një kohë që duheshim që të paraqiteshim patjetër në punë, po kisha arritur një farë mënyre që puna në institut nuk zhvilloi ashtu siç pritej, sepse do shkoje në kafe, do binin e do përcjellnim vizitor nga më të ndryshëm, dhe ai më lejonte që unë, do të pasi të paraqitesha në punë në orën 7, 7 i çerek kur ishte, shkoja në shtëpi dhe punoja në shtëpi. Për të mbaruar në një punë të domosdoshme që kisha. Me këtë fat do me thënë e transponova në një mënyrë apo një tjetër edhe kur i ktheva krahët apo i lash pendët vendit tim, të paktën për një gjë jam i sigurt që nuk i sigurt në kuptimin që jam mirënjohës formimit këtu, ai formim që kemi marrë edhe që marrim ndërkohë në Shqipëri, në universitetet shqiptare, tani se kemi atëherë ka qenë vetëm një, po apo në Akademinë e Shkencave, ai formim ishte baza për që unë të ecja në jetë, në kuptimin që se kam pasur ndonjëherë atë kompleksin e inferioritetit që ti je dikush që je formuar në Shqipëri, ndërsa në Perëndim ka të tjera kushte, ka të tjera kërkesa dhe formimi i tij, formimi universitar është krejt ndryshe. Në fakt mund të jetë ndryshe për fusha nga më të ndryshmet, po për albanologjin, ai formim që morëm prej mësuesve tanë, ai formim ishte, si thua, ajo baza, fondamenti mbi të cilin u zhvillua edhe karriera ime profesionale, si mësues, si profesor ordinar, por edhe ajo e kërkimit shkencor, sepse ne nuk i ndajmë atje. Është vatër e kërkimit shkencor, por edhe universitar, siç ka qenë edhe dega e albanologjisë, apo si quhet gjuhë letërsi, katedra e gjuhës shqipe në universitet, letërsisë gjithashtu. Në ato ritme kemi ecur dhe uroj domethënë që të jetë bërë diçka ndërkohë, të paktën lidhjet me institucionet shkencore në Shqipëri ashtu siç janë dhe të respektuara prej meje, po jo vetëm prej meje, për të gjithë kolegëve të tjerë, kanë qenë të tilla që janë zhvilluar në vazhdimsi, qoftë nëpërmjet konferencave që janë organizuar, qoftë nëpërmjet pjesëmarrjes nëpër konferenca që ka organizuar akademia apo universitetet e ndryshme e kështu me radhë. Kjo lidhje është e tillë që është një përvojë e gjatë, thuajse 35 vjeçare ose më tepër, do të i bie tamam 45 vjet që ku kam vënë këmbët për herë të parë në Akademinë e Shkencave, po 50 vjet që kam filluar studimet në Universitetin
në Universitetin e Tiranës. Ju jam edhe të pranishmëve këtu, shumë mirë njohës që gjetët mundësinë të merrni pjesë në këtë organizim të shkëlqyer nga ana e dy kolegëve të mi, Anilën me cilën më lidh një rrugë e gjatë, qoftë në universitet, qoftë edhe në punë, po edhe në pjesëmarrjen e projekteve të përbashkëta, së fundi edhe në projektin filologjik etimologjik, fjalor etimologjik, filologjik etimologjik digital të Shqipës, po ashtu edhe me Shabanin, që një bit ndoshta de jure në ndan nga njëri tjetri, po jemi në një moshë, por kemi qenë një shkollë, edhe nuk është çudi se pikërisht ato vite kanë qenë të tilla që këtë e them me sinqeritet, që shkoni me dëshirë në fakultet. Shkoni me dëshirë për të mësuar, jo për të e glëndisur ose për të kaluar kohën. Përse? Sepse ishin dhe mësuesit tanë që emetonin respekt nga të tjerët. Edhe për këtë jam, si thua, të gjithëve mirënjohës. Faleminderit. Faleminderit Barit edhe për këto fjalë mirënjohjeje në drejtim të mësuesve tanë, profesorëve të universitetit dhe kolegëve tanë më të mëdhenj në moshë të institutit që na kanë përudhur në rrugën e shkencës. Falenderoj dhe një herë të gjithë pjesëmarrësit, falenderoj dhe kolegët bashkautor të vëllimit që na ndoqën, ndoshta ende janë online, burare profesoresh Katerina Botosheskun, Maria Morozovën, Marek Majerin, nuk e di nëse janë dhe të tjerë, por gjithsesi falenderoj shumë për që na ndoqën dhe në një farë mënyrë ishin të pranishëm qoftë edhe virtualisht në këtë sallë. Tani në emër të akademisë ftoj pjesëmarrësit në një catering tek tenda në oborrin e akademisë për të vazhduar bisedën në mënyrë më informale. Ja, ti për jashtë.